Përmes këtyre fjalëve të pejgamberit Allahut përdorura në raport me Abdullah ibn Abbasin, me të djalë të ri, neve na tregon se nuk është më rëndësi sa flasin, po çfarë flasin. Ajo që ka peshë është përmbajtja e fjalëve tona, jo gjatësia e fjalëve tona. Njeriu shpesh mund të flasë shumë, por të mos thotë asgjë. E dikush mund të flasë pak e të thotë shumë gjë. Dhe kjo ka qenë karakteristike e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Me pak fjalë, me 5 fjali ka përshkru komplet fenë e Allahut. Rrjedhimisht komplet skemën jetësore që duhet me u përmbajt një besimtar, prej fëminisë. Andaj besimtarët e Allahut, këto mesazhe pejgamberike janë për ne, janë për jetët tona, janë për familjarët tonë, janë për të ardhmet tona. Le t'i pranojmë, le t'i besojmë dhe le t'i praktikojmë jetët tona ashtu siç i praktikuan sahabët e nderuar. Në veçanti, le të mundohemi që të investojmë sa më shumë tek fëmijët tanë, tek rinia jonë, sepse përmes tyre arrijmë çdo sukses, edhe individual, edhe familjar, por edhe kolektiv.